Në qiellin tim ku aty preken e tritan të mirë. Pas me qërpiq një kalloqi, edhe të bëjmë një mbrojtje, shkaku që mos mu prish, mos mu sham. Si këtë tjetri për shembull që është dëmtu, edhe objektet e vjetra plus gjarnat në luftë që na ka shkatru Serbia, po zhdukën gjurmë dita ditës, u ndërtohen të reja, mirë po histori, arkiv pak po mbesin. Edhe për shembull bazamenti i shtëpisë siç ka qenë, i këtij kujshije Skëndej. Kanë qenë edhe dyrt drunit që janë prish, domethënë janë zhduk. Këtu ka qenë odë, një familje diku 50 antarëshe, për fundi ka qenë ari i lopëve, i kuajve, ka qenë një shtëpi që është renu, po ashtu me lloj shtëpi e madhe. Në shojmë pastaj që ka dëmtu, me rujt, si monument i të kaluarës. Është taj djali aty, ka qenë një nga dhomët, ku ka lind Fitim Doraku dëshmori. Pesën Këndej, ka qenë shtëpi me lloç po ashtu. Ja këtu ku jam, ku ka lind edhe dëshmori Enver Doraku, domethënë. Dytjen e Agjës, kemi qenë shtëpi me shumë antarëshe, si që kanë qenë familjet shqiptare, edhe kur jemi ndahe, në vitin 85, 86, kemi qenë 46 antarë, 46. Lolhajda toni ka qenë prezent kur jemi ndahe, edhe na ka shpërnda end familje për familje. Sikur të ishte kjo në Itali. Në Itali kam jetu 8 muaj. Ata shteti do kishte ardhë për me rujt këto si monumenti vjetër. Shumë dojnë antiken italianët. Ka qenë jetë e vështirë, pikërisht në këtë troje këtu. Domethënë ka lind baba jam që është i zhdukur në luftë. Edhe 4 agjellarë, domethënë 5 vllazër janë vrarë në luftë, një ka vdekur në 80-ën. Do ja lidhe një foto të vjetë, diku në viteve 60 duhet tjetë, apo 50.